Nëse nuk jep dorëheqjen sot, nesër kryeministri do të më shkarkoj mua nga detyra. Me këtë shprehje, kryebashkiaku socialist i Vorës, Blerim Shera, i u drejtua vartëses së tij, Esti Memoçi, drejtuese e njësisë administrative Prez, në 14 korrik 2025. Ishte kulmi i fushatës populliste së kryeministrit Edi Rama, i cili, pasi mori mandatin e 4 në mënyrë të dyshimt, urdhëroi një shkundje të plot në pushtetin lokal. Rama kërkoi nga të gjithë kryebashkiakët që të nisnin procesin e detyrimit të vartëseve për të dhënë dorëheqjen në justifikimin e zhdërvjetësimit të administratës publike. Gjatë korrikut 2025, shumë bashki e raportuan si arritje dorëheqjen e drejtorëve dhe administratorëve lokal, por në shumë raste, largimet nuk ishin vullnetare, por të kryera nën presionin e kryebashkiakëve. Një rast i tillë ka ndodhur në Bashkinë e Vorës, sipas një vendimi gjyqësor të lexuar nga boldnews.al. Esti Memoçi kërkoi pagesën me 14 paga mujore, duke argumentuar se ishte detyruar të jap dorëheqjen nën presionin e kryetarit të bashkisë, Blerim Shera, pas kërkesës publike të kryeministrit Rama. Gjykata administrative e shkallës së parë Tiranë rrëzoi padin, ndërsa mbrojtësi i saj ligjor, Kastriot Frashri, deklaroi se do të ankimojë vendimin. Në maj 2022, Shera emëroi Memoçin administratore të njësisë administrative Prez. Më 14 korrik 2025, ai e thirri në zyrë dhe i kërkoi dorëheqjen. Memoçi deklaroi në gjykatë se dorëheqja nuk ishte e vullnetshme, por e nxitur dhe nën presion, duke shtuar se shkresa ishte e përgatitur nga dikush tjetër. Në vendimin përfundimtar, gjyqtari Gentian Marku rrëzoi pretendimet e paditëses, duke argumentuar se nuk u paraqitën prova të mjaftueshme për të provuar se dorëheqja ishte marrë nën presion.